Grida të pashme mirëlindën, të kuruara, të qeta nga njëse të dyja për marshallah dhe asnjë opozitar për rreth për t'ju shqetësuar. U bëra pak xheloz në fakt se asaj asnjëherë nuk ja tregove gishtin, ndërsa mua desh ma futën në sy. Dhe unë nuk është se akuzohem për shumë, akuza më e madhe që më bëhet është se kam ulur pantallonat live në një debat me kryeministin Rama. Jo me atë qëllim, sigurisht. Ato ose ata që e bëjnë me atë qëllim, vinë të ty, shtriqen gjëre gjatë dhe japin intervista, sillen sikur të jenë Margaret Thatcher. Unë dhe ndocat tjerë nga opozita na trajtonin sikur të ishim Jack the Ripper, vrasi i famshëm serial londinez. Po si ta tha moja man? E tha sikur ta kishte thënë ti vetë në fakt. Dikush ja kishte treguar këtë pjesë të denjë për hartim. Zotit çka është e Zotit dhe Cezarit çka është e Cezarit. Po këta socialistët si e ndajnë jam kureshtar, sepse këta besojnë se Rama është edhe Zoti edhe Cezari.